Unë nuk e besoj që Orhan Ismaili si individ është që ka që fuqishëm. Dega Prishtinës është e madhe. Nuk ka foli grupi ty, që reflekton fuqia dhe këtu vëmendje. Unë nuk e thom për kesh kur thom që Orhan Ismaili është personi ma me ndikim në PDK sot. Nuk e më ka thom për kesh. Unë absolutisht nuk pajtona me kur gjo për çka që ndrënajnë politik. Po nëse ai ka qenë i zoti me e pushtu PDK-n, që ka pushtu, bravo i qoftë. Problemi është që le të bëhet e ditur dhe e hapur. Që se që po ndodh me PDK-n dhe me LDK-n. Po rrinë si në mes. Kur situata po përsëritet e keqe për ta, po e kanë mundësin mos me marrë përgjithësi. Dil hapun, thuj, ç'është duhet, që kjo vizion jam. Fita, të rojmë gjithë. Hup, tërhequ, këta s'pëdojnë. Ta pëdojnë me lonë si në mes që aty. Jo po unë thash për thash. Nesër me dalë që ka qenë gabim katastrofal. Mos marrja Fatmirips, na s'kemi fajtor konkret. Këtë cili ka me thonë, ju mërën s'kom thonë. Apo kuptan, qëto është problemi. Po qështo është kur partin ta japin në shto. PDK-ja ka kryetar, së t'i qërë. Ti po thu që Orhan Ismaili nuk më dëshirë. Mos që me thonë me e, po hajë. Po në Dega. Po ndi me thonë Mishurani, unë thash Dega, për arsye që shpjegoha. Unë e po thonë. Se po menon që tu, të me thonë. Pa mime s'po thonë që tu, të shgovës. Unë e po thonë që ti po nën kupton që Dega Prishtinës nuk po len me marë zotin Limaj, duke qenë zoti Hamza kryetar. Po prita, se ti po thu është devalvim, ti po thu është devalvim në subjektivitet e unë kom fakt. Bedri Hamza po thot ekuilibrat e partisë. Sami Lështako tha, inshallah e marrin. Ramiz Ladrozi tha, inshallah e marrin. Kush janë tjerë? Kush janë ekuilibrat tjerë? Kosovare Mërselin, Kaçaneka? Kush është tjetëri? Po do më ardhë aty kur tha ti s'ka me marrë përgjësi. Jo ka me marrë përgjësi për rezultatën di kush zgjedhi. S'pari kryetari i partisë, sepse ka kryetar 3 ajo partisë. Edhe shefi i shtabit. Edhe shefi i shtabit, se ti shka po thuate, po e konsiderojnë që Dega e Prishtinës pas ka këtë pushtet në rregull. Po konsiderojnë qyre listën. Edhe kjo i vjen që kryetari i ri i partisë ju ka nënshtru, do me dhonë në Degës Prishtinës, në rregull. Ama tash na jemi 3 javë para zgjedhjeve. Po. Edhe tash pas zgjedhjeve do logjika që s'paku protokollare që mas zgjedhjeve ka më kërku përgjegjësia e rezultatit e kryetari i ri i partisë. Po s'pe kërkoni ju, se po hupa Arjan Tahiri Mitrovic që po thoni ylli fushatës. Ai një e hupi komunën. Kush? Qëto problemi, se nuk po... More ti që të e kish po Arjan Tahiri? Po normalisht. Jo, normalisht. Se unë jam i bindu që ati ju ka vjell. Po ku t'vjen ai vetë këtu, e të thot që vëlla se dit, ashtë asë më ka vjell, shka me bon me ta. A po kuptan? Shka me bon me ta, Allah. Zdojmë. Ti se ki me Arjan Tahirit. Ti modelin Arjan Tahirit për gjunë të Orhan Ismaili. Jo. Sepse për ty Orhan Ismaili është dështimet që ka hu. E qësh nuk është? E qësh nuk është? Apo e shë? A i ka da njëri i treti, këtë thot për ty o dështim. Për njëri normal o dështim. Për realitetin o dështim. Nuk është as i dyti, është i treti. E qësh mundës me thonë teorime i treti? A një pra i pari ko ka hero, shka mi thonë? Qësh i treti sukses, o vlo? Pi kushit vend i treti është për krenari, pi kushit. Në një garë ku vëq i pari fitan. I treti, rëndësia në politik, për kryetar komune, kur garën, rëndësia e tretit dhe të shtatit është e njëjtë. Si shtati, si treti ke hup. Veç i pari ka rëndësia. More nuk është njëjtë muslimani me kandidu në Vatikanë dhe muslimani me kandidu në Arabi. Tu kemi probleme serioze. Po shemë, më da martis për me kontekstin. Shka fiton Drenis i vetë vendosit. Hajë provoj. Jo, Drenis fiton sigur, po nga tash. Ja, s'pe tha, ja, maj sigur. Po thamë politikisht, elektoralisht. Po nga, për parim